Si u vra El Menço pas 17 vitesh kërkimi. 22 shkurt 2026, ora 4 e mëngjesit, Topalpa, Yasilko, Meksik. Një qytet malor, i eshtur, i errët, i ftokt. Një burr fle në një kompleks të largët kabinash në periferi. Ai ka fjetur kështu për vite me radhë, i fshehur, i rrethuar nga truproja në mes të asgjës. Për 17 vjet, FBI, DEA dhe ushtria meksikane e kërkuan. $15 milion u ofruan për vendodhjen e tij. Familja e tij u arrestua një nga një, djali, vllai, gruaja e tij. Ai vazhdoi të zhdukej. Sonte, dikush që e njihte e tradhtoi. Forcat speciale tashmë po lëvizin nëpër errësirë. Helikopterët qëndrojnë pezull pa drita. Rrihet apo mbyllet. Emri i tij është Nemesio ose Guerra Cervantes. Bota e njeh atë si El Menço. Dhe në orët e ardhshme, bosi më i fuqishëm i drogës në Meksik do të marrë frymën e fundit. 17 korrik 1966. Një fshat i vogël i quajtur Culotitlan në shtetin rural të Michoacán, Meksik. Një djalë lind në varfëri. Familja e tij kultivon avokado, pa para, pa të ardhme, pa rrugdalje. Ai e lë shkollën në klasën e 6. Ai nuk ka plan tjetër përveç njërit, Amerikës. Në moshën 19 vjeç, Nemesio kalon kufirin e Shteteve Bashkuara të Amerikës në mënyrë të paligjshme. Ai përfundon pranë San Franciscos, Kaliforni, duke u përpjekur të ndërtojë një biznes trafikimi droge nga hiçi. Ai arrestohet. I dënuar për përpjekje për të ushqitur heroin oficerëve të fshehtë të DEA-s, ai dënohet me më shumë se 4 vjet burg në një burg federal të SBA-s. Ai deportohet përsëri në Meksik. Shumica e burrave do ndaleshin aty. Nemesio ose Guerra Cervantes nuk ishte si shumica e burrave. Ai u kthye në Meksik me një gjë, gjithçka që kishte mësuar. Ai u bashkua me një grup vrasësh me pagesë që mbronin Armando Valencia Cornelio, një figurë e fuqishme e kartelit. Pastaj u transferua në kartelin Milenio, duke punuar në Ignacio Nacho Coronel, një toger i lartë i kartelit Sinaloa, duke trafikuar drogë, duke menaxhuar para, duke vrarë kur i urdhëroi. Ai ishte duruar, duke llogaritur, duke parë gjithçka. Dhe pastaj, në vitin 2010, erdhi mundësia e tij. Nacho Coronel u vra nga ushtria meksikane. Karteli Milenio u shem. 2 fraksione hynë në luftë për kontrollin e Jaliscos. Nemesio zgjodhi një anë. Dhe në vitin 2009, ai bashkëthemeloi një organizatë të re. Kartelin e gjeneratës së re të Jaliscos, askush nuk i mori seriozisht në fillim. Ky ishte gabimi i tyre i parë. Brenda 5 vitesh, El Menço zhndroi një kartel të vogël rajonal në organizatën më të fuqishme kriminale në Meksik. DEA më vonë do ta vlerësonte organizatën e tij si një organizatë me kapacitetin më të lartë trafikimit kokainës, heroinës dhe metamfetaminës në të gjithë vendin, me operacione në të 50 shtetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por nuk ishte vetëm drogë. El Menço ishte ndryshe nga El Chapo. El Chapo korruptoi zyrtar dhe shmangu përballjen kur ishte e mundur. El Menço shpalli luftë. Në vitin 2015, personat armatosur të organizatës tij qelluan një helikopter ushtarak meksikan në Jalisco, duke përdorur një raketë lëshuese. Në vitin 2020, El Menço urdhëroi vrasjen e shefit të policisë së qytetit të Meksikës, Omar Garcia Harfuch. Konvoji u zu në prit. Harfuch mbijetoi me 3 plak plumbash. El Menço donte qeveria ta dinte se ai nuk ishte frikë nga askush. Ndërkohë që askush nuk e dinte si dukej. Të vetmet fotografitë të tij ishin dekada të vjetra. Ai ndërtoi një spital në një fshat të vogël për të trajtuar sëmundjen e veshkave. Ai lëvizte vazhdimisht, duke mos qëndruar kurrë në një vend për më shumë se disa ditë. Ai ndërpreu kontaktet me pothuajse të gjithë. Ai u bë fantazm. SBA-t e pa ditën atë në vitin 2014 me akuza për trafik droge dhe armësh të paligjshme, duke rritur shpërblimin e tij në $15 milion në vitin 2024 dhe ende asgjë. Djali i tij, Ruben ose Guerra, i njohur si El Menchito, u arrestua dhe u ekstradua në Shtetet e Bashkuara në vitin 2020. Gruaja e tij, Rosalinda González Valencia, u arrestua në Meksik në vitin 2021. Vllai i tij Antonio u kap në vitin 2022. Vllai i tij Abraham u rikap në shkurt të vitit 2025. Një nga një, rreth i tij ngushtë u zhduk. El Menço vazhdoi të arratisej. Për 17 vjet, FBI, DEA, CIA dhe ushtria meksikane ndoqën një burr që mezi mund ta përshkruanin. Asnjë foto e kohëve të fundit, asnjë vendodhje e caktuar,
Asnjë model. Dea e dinte që organizata e tij po vepronte në çdo shtet të SBA-s. Një drogë vdekjeprurse në SBA, fentanili. Një dozë fatale mund të vrasë me njerë. Fentanili përmbyt rrugët amerikane. Mirë amerikan vdesin çdo vit. Dhe njeriu përgjegjës, i padukshëm, presidenti Trump rriti presionin mbi Meksikën duke kërcënuar me tarifa, duke kërcënuar me veprime ushtarake, duke kërkuar rezultate. Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum duhet të vepronte. Pastaj, në shkurt të vitit 2026, gjithçka ndryshoi. Inteligjenca meksikane zbuloi një pistë, jo nga teknologjia e mbikëqyrjes, jo nga komunikimet e përgjuara, por nga një person, një bashkëpunëtor i besuar i një prej partnerëve romantik të El Mencho, dikush që e dinte saktësisht se ku ndodhej. 20 shkurt 2026. Autoritetet meksikane filluan të rrethonin në eshtje zonën përreth të Talpas, një qytet i vogël malor në Jalisco. Lartësia 2000 metra, pyje me pisha, ajër i ftohtë, izolim i plot. El Mencho mendoi se kishte bërë një zgjedhje të mirë, por për këtë ai kishte zgjedhur gabim. 22 shkurt 2026, para agimit, forcat ajrore të Meksikës, forca speciale e reagimit të menjëhershëm e gardës kombëtare dhe trupa toksore, me mbështetje të kufizuar ajrore, lëvizën të gjitha në eshtje drejt një vendi. Sekretari i mbrojtjes, Ricardo Trevilla Trejo, kishte dhënë urdhrin: lëvizni shpejt, lëvizni qetësisht, nuk ka vend për gabime. Një ditë më parë, shoqëruesi El Mencho ishte larguar nga kompleksi kabinave. Ai qëndroi brenda me truproja dhe armët e tij. Ai nuk e dinte se ishte ndjekur. Ai nuk e dinte se malet përreth ishin tashmë të mbushura me ushtar. Në agim filloi bastisja. Personat e armatosur të kartelit hapën zjarr me njëherë. Një shkëmbim zjarri i ashpër shpërtheu jashtë kompleksit. El Mencho dhe rreth i tij ngushtë ikën më thellë në kompleksin e kabinave. Një shkëmbim zjarri i dytë, më intensiv. Ushtarët shtyn përpara përmes tymit. Kur mbaroi, 4 anëtarët e organizatës së tij kishin vdekur, 2 të tjerë u arrestuan, u sekuestruan automjete të blinduara, raketa edhës dhe armë. Dhe në rënojat e kompleksit të kabinave, ushtarët gjetin një burr të plagosur së bashku me 2 truprojat. Nemencio Seguera Cervantes, El Mencho i plagosur, i kapur, gjallë. 3 anëtarë të forcave të armatosura meksikane u plagosën në operacion. El Mencho u ngarkua në një avion ushtarak, i cili do të transportohej për në Mexico City, ku avioni u sulmua. Ushtarët i kundër përgjigjen zjarrit, 3 nga të plagosurit, përfshirë El Mencho, nuk mbijetuan. Në moshën 59 vjeç, njeriu më i kërkuar në Meksik ishte zhdukur. Brenda pak orësh nga vdekja e tij, Meksika u përfshi nga flakët. Apertivet e kartelit të tij u aktivizuan në gjithë vendin. Krau i tij i djathtë organizoi sulme të koordinuara akmarse, duke ofruar 20.000 pesos, afërsisht $1.100, për vrasjen e secilit antar të ushtrisë meksikane. Automjetet në flak bllokuan në rrugët në gati 20 shtete meksikane. Një qytet me 5 milion banor u zhndrua në një qytet fantazm. Tymi u ngrit mbi Puerto Vallarta. Njerëzit vrapuan nëpër aeroportin e Guadalajarës në panik. Më shumë se 25 antar të gardës kombëtare u vranë në 6 sulme të ndara. Linjat ajrore anuluan fluturimet. Ambasada e SBA-s lëshoi urdhra për strehim në vend për qytetarët amerikan në të gjithë Meksikën. Më shumë se 1.000 njerëz mbeten të bllokuar në kopshin zoologjik të Guadalajarës gjatë natës. Togeriti u sulmua po atë ditë dhe u vra në El Grullo, një qytet 180 km në jugperëndim të Guadalajarës. Zëvendës sekretari i shtetit i SBA-s, Christopher Landau, e quajti vdekjen e El Menchos një zhvillim të madh për Meksikën. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se Shtetet e Bashkuara kishin ofruar mbështetje të inteligjencës për operacionin. Kërkimi i njeriut kishte mbaruar, por pyetjet sapo kishin filluar. Nëse kjo histori u mbajti duke shikuar, lini një pëlqim. Për më shumë dokumentar për gjuhët e njerëzish, regjistroni në Decoded File. Dhe për më shumë histori të